Jetë tek Vasil Shanto. Çfarë po ndodh aty? Sa janë numëruar, sa kanë ngelur, cili është trendi, apo shkon procesi qetë? Në bastionin e të majtëve, në fakt, Partia Socialiste synon që të thellojë përsin mbi Partinë Demokratike, pikërisht në njësinë 5 në KZAZ-n numër 36, aty ku ndodhem prej disa orësh në fakt, dhe teksa janë numëruar rreth gjysma e kutive të votimit, ka një epërsi të Partisë Socialiste mbi koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që duhet theksuar se tek 36 kutit e para të numëruara, Partia Socialiste ka një rezultat prej 6.145 votash, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 3.672 vota, ndërsa Lëvizja Bashk 570, pra një KZAZ e cila ka prodhuar një rezultat mbase të mirë edhe për Lëvizjen Bashk, mundësia 896 vota. Kujtojmë që pikërisht njësia 5 ka qenë një zonë ku ka ushtruar aktivitetin e tij edhe Agron Shehaj në kohën kur ishte ende në Partinë Demokratike, dhe mbase ky rezultat lidhet edhe me aktivitetin politik që ai ka patur kur ka qenë pjesë e Partisë Demokratike. Shqipëria bëhet 435 vota, PSD 287 vota, ndërsa koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës 169 vota. Ky është trendi i votave, teksa kur kanë mbetur edhe gati gjysma e kutive të votimit për të numëruar, ashtu sikur se theksova, duket se socialistët synojnë që të rrisin në përsin e tyre. Daniela, tani janë numëruar gati 70% të kutive të votimit. Rezultati është kristalizuar. Ajo që ka kuriozitet për njerëzit është kush kryeson në listat e hapura. Tani në aty mundet është krijuar një perceptim kush kryeson, si nga Partia Demokratike ose nga Partia Socialiste. Atëherë, së pari, votat që po numërohen janë votat për partit, për ta theksuar mbase për qytetarët që po na ndjekin. Pasi të përfundojë numërimi i kutive të votimit për partit, do të rinis numërimi për sa i përket kandidatëve, por nga po themi qyrja e fletëve të votimit prej disa orëve që ndodhem këtu, dhe shpeshherë edhe komisionerët e numëruesit të rrasin emrat e kandidatëve cilët janë votuar me votë nominale, është hasur më së shumti emri i deputetit socialist Erion Braçi, i cili edhe aktivitetin e tij politik e ka përshëndruar tek njësia 5 gjatë kësaj fushate. Kryesia e partisë atë zonë ja kishte lënë në monitorim. Ka qenë më së shumti emri i Jorit. Të lutem Daniela, për çdo të re që do ketë, të lutem